Pëllum Kulla ka sjellë në skenën në teatrit Bylis mbrëmjen e së mërkurës magjinë e skenës fjerake, një shfaqje që ka sjellë para spektatorëve madhështinë e artit skenik shqiptar përmes emrave emblematik që ka shkruar historinë e këtij teatri. Loja mjeshtërore e aktorëve fjerak si Astrid Hasani, Klajdi Marku, Miola Sita e të tjerë, këngët, vallët, por edhe dedikimi memorial për artistët e larguar nga jeta e kanë bërë këtë mbrëmje të paharrueshme. Fenomenet negative të pas viteve 90 në vendin ton u goditën nga satira therrse e Pëllum Kullës, ndërsa nuk kanë munguar dhe mesazhet për politikanët. Është një shfaqje që kujton periudhën e ndritshme të teatrit Bylis, kur renditeshim në majat e artit skenik shqiptar, ka thënë Kulla në përfundim të shfaqjes, ndërsa ka theksuar rëndësinë e rikthimit të lavdisë së dikurshme. Kudo që shkoj thonë shkruajtura është fjerak. Që unë e tuaj fjerin bën lindjen time artistike. Unë rrita këtu edhe në mes të njerëzve të mirë, në mes të njerëzve të mrekullueshëm, në mes të artistëve kaq të mirë, kaq të talentuar, mua fati më eci mjaft mirë. Mua këtu u konsolidua familja ime dhe ky është qyteti i lindjes fëmijëve të mi. Kështu që vetë unë e tuaj faleminderit për këtë. Është një histori e shkurtër në kuptimin të treguarit se duhet të thotë se këtu ishte shumë njerëz të mirë se sa njerëz që zakonisht i quhen të qi. Këtu ndihma ishte mjaft e madhe dhe unë gjeta këta njerëz të talentuar, të cilët me dashurinë time dashuruan Hashekun, dashuruan Nesin, dashuruan Molierin, dashuruan edhe pse ishin domethënë pa i lexuar këto dhe më vonë filluan të lexonin, edhe në këtë mënyrë ne ecëm përpara, por nuk do të ri pa shpenzuar fjalë të mira për të tërë bashkëpunëtorët rreth e qartë në këtë rreth kësaj ndërmarrje të madhe që ishte teatri Bylis me estradën dhe teatrin. I emocionuar dhe me lot në sy, aktori i mirënjohur fjerak Luftar Paja ka pohuar se Pëllum Kulla vijon të mbetet një shkollë e vërtetë e artit shqiptar dhe fat për fjerin. Burime e bukura, të mira dhe me dashamirësinë më të madhe, po me dashamirësinë më të madhe. Mbajnë një këtë teatr se është nga teatrot më të mira në Shqipëri, si gotim, por do përënda cilësi edhe në fundit me keqare po them mos e lini bosh atë hollën atje, po busheni me historiku me teatrit Bylis. Prita me kënaqësi ftesën, ka thënë udhëheqësi ekzekutiv i shfaqjes Leonard Bombaj, dhe kjo është një shfaqje nga e cila ka mësuar shumë. Fans, adhurues i Pëllum Kullës, pata fati 20 vjet isha bashkëpunëtor dhe bashkëpunëtar i tij, dhe Pëllum Kulla ka arritur në një moment tashme që neve e konsiderojmë si një legjendë të gjallë që duhet patjetër ta prekim dhe ta jetojmë. Kurse sa i përket shfaqjes që neve sapo mbaruam, më duhet të them që provat kanë filluar në shtëpinë e Pëllum Kullës dhe kjo tregon se çfarë lloj këmbgulje përveç talentit kërkon arti në Shqipëri, ku terreni është shumë i vështirë dhe mua më është dashur, duhet të them që nga kjo shfaqje kam dalë me një eksperiencë krejt të re, i kam bërë të gjitha gjërat. Le të them çfarë bën një vajzë në shtëpi ose një fëmijë në shtëpi që i bën të tëra gjërat. Kështu që pak a shumë kam qenë muskujt fizik të Pëllum Kullës në këtë shfaqje. Jam shumë i kënaqur që në Fier neve më duhet ta them këtë. Shumë entuziazmi erdhi këtej nga skena dhe më shumë pritet akoma nga spektatorët që të jenë dhe ta mbushin sallën. Tjetër nuk e di çfarë mund të them. Në udhëheqjen artistike të Gëzim Kamës, publiku ardashës fjerak përjetoi një natë të paharrueshme përmes një ansambli të tërë artistik që risolli memorien e një periudhe të art teatrore me Pëllum Kullën në krye. Pa i burgosur fare. E heq dënimin me vdekje dhe përdor vdekjen sa herë që të dua.
me i grusht euros, frankësh, dollarësh, groposën në 5 kuintal dhe cilindro që ma sjellë në majtë hundës, edhe këtë e bëj fare thjesht. Po punë e madhe të vizë do mbetet të këtë të tuajtë. Unë, për shumë, kam bashketur në sajtë. Pa jo, që më kam betë në mëndës e gjashtë. Ka fundë, ishte një ruse. Jo i varfër që të rikirë. Po i varfër që të dhuroj. I varfër, po i varfër që të ketë një vizë të bukur. Të ketë një makinë të bukur. I varfër që t'jetoj bukur dhe mirë të dhe, që të bëj përshimet, ja shtetit, të shkojnë këndojnë në përbotë.